Në një tjetër citim të imamit të nderuar, Zoti qoftë i kënaqur me të, thuhet: "Bëj të pamundurën për t'i ndihmuar njerëzit në nevojë, sepse ky është investimi më i madh për ahiretin tënd." Nuk ka dyshim se kjo ndihmë është prej veprave më të dashura te Allahu i Madhëruar. Nuk ka dyshim se përpara se të shkojmë në botën tjetër, njeriu do të përballet me mirësinë dhe me frytat e ndihmës dhe shërbimit të ofruar ndaj njerëzve edhe në botën e Berzahut. Berzah është bota e ndërmjetme midis dunjas dhe ahiretit. Ato shërbime dhe ajo ndihmë e ofruar njerëzve do të jetë shkak për lumturinë e tij në jetën e Berzahut. Këto qëndrime dhe këto ngjarje janë të përmendura gjithashtu në një transmetim të Imam Sadikut, paqja e Allahut qoftë mbi të. Kur Allahu të ringjall besimtarin dhe ta rinxjerr atë prej varrit, do të dërgojë për të shëmbëltyrën e një shoqëruesi. Sa herë që besimtari të përballet me ndonjë pamje të tmerrshme dhe të frikshme, prej pamjeve të ditës së gjykimit, ajo shëmbëltyr do t'i thotë: "As mos u tremb e as mos u mërzit. Më ka dërguar Allahu t'ju përgëzoj me mirësitë, gëzime dhe begatitë e tij të pafundme." Ndërkohë që shoqëruesi i tij e njofton besimtarin për mirësitë, begatitë dhe shpërblimin e Allahut të Madhëruar, del përpara Allahut dhe, pasi jep një llogari të lehtë, Allahu i jep urdhër që ta dërgojnë në xhennet. Ndërkohë, besimtari i thotë shëmbëltyrës së shoqëruesit të tij: "Allahu të mëshiroft, ti je shoqëruesi i mirë që dole bashkë me mua nga varri. Gjatë gjithë kohës më ke folur, më ke treguar dhe më ke përgëzuar për mirësitë, begatitë dhe shpërblimet e Allahut të Madhëruar. A mund të më tregosh se cili je ti?" Në këto momente, shëmbëltyra i përgjigjet dhe i thotë: "Unë jam kënaqësia që e ke futur në zemrën e vëllait tënd besimtar në dynja. Allahu i Madhëruar më ka krijuar mua për të përgëzuar ty."